Hej miq, si jeni? Mirë se erdhët në një tjetër vlog. Unë jam Romi dhe sot do ikim. Do nisemi për një udhëtim, për një fundjavë. O zot m'vjen me qesh se jam super e vdekur dhe filloj i bashkoj fjalët pa lidhje. Si ju duken by the way këto sytet e mia të reja. Këto janë Ray-Ban. I kam personalizuar me këtë xhamin këtu që kalon degrade. Unë sapo mbarova punën dhe ndalova këtu tek Rosmani, sepse doja të merrja disa snack për Batën, për rrugës, po ja tregoj shpejt e shpejt përpara se të nisemi në shtëpi që të marr Batën dhe Hekrin dhe valixhet edhe të ikim. Kam marr këtë puren me kokos, mango, banane dhe moll, edhe pse Bato nuk është shumë fancy këtyre, zakonisht nuk para i ka ngrënë më përpara, por thash të tentoj një herë të shoh nëse i pëlqen. Kam marrë këto që i pëlqeu shumë, besoj e mbani mend. Kam marrë këto biskotat, t'i kem. Dhe e fundit fare kam marrë këto për mua dhe Hekrin. Kur kaloj njerëzit dhe shohin se çfarë më duket bërë këtu. Përveç se bananeve që i mbaj gjithmonë qumshtin dhe ujin, sepse Bato kur e zën uria, kur e kap uria, fillon u lëret si bish, edhe o don diçka me një herë, o s'ka, kështu që duhet të kem disa gjëra me vete, me që nuk do jemi në shtëpi dhe nuk është se do i kemi gjërat këtu të gatshme. Mirë pra, le të shkojmë. Na pret një rrugë gjatë sot on the road. Ja të shohim më mra kjo, jo s'mra, se desh mra. Na pret një rrugë gjatë. Nesër ka ditëlindjen Hekri, do një herë përpara se të më marrë Hekri në telefon. Hola. Do na përshëndesesh? Ja, në krye të ngarkim shkarkimit si gjithmonë. Later. Finally, arritëm të nisemi me 100 peripeci. Jemi këtu te kjo autostrada Vërntek dhe është full. Ndërkohë Bato sa ul, imagjino ka ngrënë dark, por filloi me një herë duke ngrënë ato snacksat që i mora. Mirë pra, jemi nisur për në Greqi. Është hera e parë e Batos dhe e Hekrit në Greqi. Jo, faktikisht Hekri mund të ketë qenë kur ka qenë i vogël fare, me pushime para luftës, sepse më shpjegonte Hekri që shumë të shqiptarët e Kosovës në kohën e para luftës shkonin në Greqi me pushime. Dhe do ikim në Greqi për 3 net, që do jenë 2 ditë, më së shumti, sepse pjesa tjetër do jetë në udhëtim. Jemi duke u nisur sot, do kthehemi të hënën. Do jetë një udhëtim 6 orësh, nuk e di si do ja dalim me Batolino. Besoj tani që po ikim do jetë më thjesht, sepse edhe pak ndoshta flen, edhe pak se di. Ndërsa në kthim të shohim, duke parë, duke bërë. Mirë pra, na uroni rrugë të mbar dhe kaq. Me krat leta me Batolinon. Busy, white sun in the gray skies. I am leaving your house. Në afërsi të Elbasanit për të bërë karburant dhe për të blerë na do të pije. I thash Hekrit ta shtym pak derisa ta zgjojmë Baton dhe ndoshta pastaj mund të ndalemi të marrim diçka ose kur të hyjmë në Greqi, kështu take away. Ndoshta të shohim se di si do jetë kjo ana e Greqisë këtej. Jemi drejtuar për në Korçë dhe do kalojmë atje pikën kufitare.
Finally kemi gati një vit që nuk lëvizim jashtë shtetit. Herën e fundit kemi qenë në prill për 1 vjetorin e dasmës tonë në Taormina, në Catania. Ndërkohë kam këtë tipin që po jep udhëzime dikujt. Erdhi hekri i revoltuar sepse këtu tek Palma Nova hyri për të blerë pijet, i tha dua të pagoj me kartë dhe e pa në shtrëmt, tha hekri, sikur i kërkova për martesë. Okej. Jemi mësuar keq faktikisht dhe në Kosovë, ku do paguan me kartë dhe nuk ke nevojë që të kesh cash gjithë kohës. Dhe kur jetoja në Itali, faktikisht mbaja shumë pak cash. Kurse këtu në Shqipëri jemi mësuar sërish me cashin dhe ja. Sa më e kër? E zgjidha? Jam primitiv. Ikim tani. Keme kartë, qa karte. Nuk tu t'jetu i kërku nej shërbim kështu am qonë në honë. S'ka gjë. Ja të erdhi në ndim. Gruja që kishte cash! Por kisha cash, po kisha euro. E di, po them kështu në sensin që u zgjidh puna. Hajde, nisemi tani me pozitivitet. Forca se kemi rrugë gjatë. Kemi në 6 rrugë, hajde! An hour later. Bëm një stop, sepse ajo rruga nga Elbasani deri këtu ishte një trafik. Jo trafik. Plus unë bëra një gabim shumë fatal. Mora një Red Bull dhe unë nuk para pipijet energjike. Nuk isha ngrënë bukë. Plus edhe ato rrugët atje nga pas Pogradet, pas Elbasanit deri këtu, shumë kthesa. Nuk e di, desh nxora shpirtin. Nuk volla, po ndisha shumë keq. Ndërkohë isha duke u marrë me batolinën dhe më në fund e zuri gjumi dhe ndaluam marrëm diçka për të ngrënë. Dolëm pak në banjo dhe jemi nis direkt. Kjo rruga po më duket shumë e gjatë sot, nuk e di pse. Ndoshta nga që jemi të lodhur, ndoshta nga që është errësirë, sa rehatuam baton dhe sigurisht mendonim të merrnim në një drive-in, por që nuk arritëm në Greqi për drive-in. Nuk e di sa ka nga që i drive-in, duhet të shoh nesër, ose sot rrugës. Dhe gjithashtu nuk është se mund të ndalonim diku me baton që finally më në fund flen gjumë. Anyway. Morëm diçka tek një fast food që ndodhet tek rreth rrotullimi në qendër, afër pedonales, afër liçenit. Nuk e di si e quhet, po patëm ngrënë dhe një herë tjetër para disa kohësh, para na 3 vitesh. Dhe më kujtua dhe i thashe këtë marrim aty se me siguri është hapur, sepse Pogadeci në këtë orë, që nuk është shumë vonte, të gjysmë duket është, s'kishte këm njeriu, por anyway, aty në pedonale kishte pak lëvizje dhe këtu kishte njerëz që po hanin dhe morëm. Tani jemi sërish u kthyem mbrapsht. Okej. Jo se kthehesh. Jemi duke u rifutur për rrugës për në Korç. Si Chernobyl. Ma e vesh valigjin e varë në ka 6 ishte? Po. Këto. Si më tha ti hyper ti në që se bjen ti. Mirë pafshim. Pavarësisht hyrjes pak. Gjitha shtëpitë që ndodhen në qendër të qyteteve kryesisht kanë këtë hyrje horror, por ambienti nice. Ti bëj një tur të apartamentit që do rrim këto 3 net. The following is an MTV Cribs special presentation. Okej, hym këtu brenda. Opa, me pak vështirësi se kam backpackun, këtu është banjoja. Hi. Këtu është salloni. By the way, ta mbyllim dritaren.
edhe pse nuk është ftohtë. Pamjen këtu do e shohim nesër. Ja, i ndezim dritat. I ndezim të gjitha, pak a shumë. Apartamenti është një lloj si nëpër fotot. Dhe këtu një tjetër pasqyrë. Dhe bato që është zgjuar, këtu çantat e tona. Ja, dhe bato që po luan me Baby Bell. Ja, dhe dhoma. Krevati është pak i vogël, po fajn. Dhe kështu aroma të paktën është shumë mirë, nuk është aroma e keqe. Dhe ambienti është i pastër, i rregullt, një lloj si në foto. Është mund të jetë hera e dytë që pranotoj në Airbnb. Çfarë ndodhi para një muaji, nuk e mbaj mend shumë mirë, pranotova një apartament në Booking për në qendër të Selanikut. Sepse nuk e di, po pisa më e madhe hoteleve ishin booked, ose më nxirrin çmime si 500 euro për 2 net, 500-600 euro për 3 net, sepse më llogarisnin ekstra edhe baton dhe më dukeshin disa çmime pak shumë të mëdha për të qëndruar një fundjavë në Selanik, që është një qytet i Greqisë, që okay, fine, është qyteti i dytë më i madh në Greqi, dhe shumë gjëra të tjera, por më duket shumë expensive për këtë lloj fundjavë që kemi ardhur ne, sepse kemi qenë dhe në hotele më të shtrenjta, më bukur, po unë kam dëshirë që t'ja vlej, ndryshe më duke i kot kjo gjë, kështu që vendosa të shija apartamentet, po edhe apartamentet pak a shumë të njëjtin çmim kishin në qendër. Megjithatë, rezervova një apartament në Booking, i cili pas 2 javësh më anulloi rezervimin. Dhe kështu, ja, më falë ta ka pak baton, pastaj rikthehemi muhabetit. Gjeti parajsën e vet, pultat. Këto janë disa gjëra që kemi marrë për baton, dhe këtu pas ka çdo gjë të nevojshme. Ja u ndrua dhe bato. Dhe po ju tregoj edhe një pamje tjetër nga këtu. Nish duke ardhur se më pa mua me kamerë duke xhiruar, se ju kam thënë që i duket më shumë si loj. Ndërkohë Hekrish duke gjetur një parkim privat, edhe pse kishte parkime këtu në rrugë, po e di cilin makina do t'ja u tregoj nesër. Ç'po ju thoja, nuk e di ku e lash muhabetin, se Hekri thotë mos bërtit shumë që dëgjohet zëri, po okay, I don't care, se nuk është se po them të një kështu di çfarë. E shohem pastaj Hekri doli direkt me papami nga jashtë. E shohem nesër mëngjes, pas kemi dhe tent. Bata ndërkohë erdhi këtu pranë meje se do eksploroj kuzhinën dhe këtu, se nuk ka lënë kuzhinë pa eksploruar. Dhe siç po e thoja, gjeta këtë apartamentin, se mendova që do ishte perfekt edhe për baton, se ato dhomat e hoteleve ishin biruca dhe ishin skandaloze dhe thash nuk kam ndërmend, domethënë më duk shumë skandal. O janë prenotuar më përpara, o është prenotimet nëpërmjet agjencive, sepse tani për shkak të liberalizimit të vizave vijnë dhe shumë shqiptarë të Kosovës, nuk e di, po anyway, rezervova këtë apartamentin me shumë dritë, me pamje shumë të bukur në qendër të Selanikut, ku pas një jave o 10 ditësh më thotë apartamenti kërkon që ta anullosh prenotimin. U thash herë e parë që më ndodhte në Booking kjo gjë dhe ngela kështu, thash mos po ndodhte ndonjë scam në gjë, shkruajt atyre dhe thanë, po thanë kërkojmë ta anullojmë sepse kemi një rezervim më të gjatë dhe unë isha kështu shumë inat, nëse anullova, whatever, fine, edhe nuk bëm asgjë, e lam kështu, s'vendosëm më, i thashë që çfarë do bëjmë, dhe i propozova të shkonim në Dubrovnik, se nuk kam qenë në Kroaci, por jo në Dubrovnik, dhe ishte diku tek 5 orë, pak më afër se këtu, ose i thashë që ke dëshirë të shkojmë në Janin, edhe pse unë kam qenë në Janin, dhe Hekri tha, e di çfarë, tha, shkojmë në Selanik, atje ku filluam iden fillimisht, dhe u vuta para 3-4 ditësh, kështu last minute, tamam last minute, në Booking prap nuk gjeta asgjë, s'më mbushte mendjen asgjë, kishte shumë apartamente, kryesisht ka shumë apartamente në qendër, por ca ishin të reja, ca nuk e di, më dukeshin si çuditshme, dhe u futa në Airbnb pas shumë kohësh,
kisha rezervuar një herë, më duket kur jetoja koha në Milano, dhe u fut aty dhe gjeta këtë apartamentin me review shumë të mira, i pastër, i bukur në qendër me pamje, çohem pamjen, se nuk e di si do jetë nesër mëngjes, dhe thash okay, e rezervova, por kushti ishte që të kishte ascensor dhe kushti tjetër ishte që të ishte self check-in, sepse dia që do vinin vonë, dhe prandaj jashin ato kutit kështu me kode. By the way, se kam lëshuar këtë kodin këtu, hacker, këtu jashta. E bari. Se të dërgohen të gjitha udhëzimet se si të hapje këto kutit për të marrë çelësat. Aksesi ishte shumë i lehtë, por kemi një problem me ascensorin, se ascensori është në kohën e qepës. Ndërkohë Batos i ka dalë gjumi totalisht dhe u detyrova dhe ndroa se i kishte dalë dhe urina, se pampersi nuk ishte vendosur shumë mirë, po e thënë kjo, para shumë kjo ishte gjithë muhabeti, nesër dhe dita e parë tamam këtu në Selanik, dhe kaq, nuk e di të shohim se çfarë do bëjmë. Nuk është se kam organizuar gjë, por do flasim më shumë nesër për këtë gjë. Unë ndërkohë do mundohem të rikthej në gjumë Batolinon. Okay. Super organizuar ky apartamenti. Kam paguar Airbnb-a ndryshe nga Booking, që në Booking mund edhe mos paguash me njëherë. Airbnb-a kërkon parapagim dhe më kërkon gjithashtu kartën e identitetit. Paguar 220 euro për 3 net, që realisht më shumë është ora 1:30 natës, që do ishte në Shqipëri 12:00 s'kypin tavolinë. Sa më përpara mund ta lihet ulur të luante diçka, sot nuk e lën dot më fare, sepse hyp kudo. Siç po thoja, kam paguar 220 euro për 3 net, edhe pse ne e shfrytëzojmë është ora 1:30 natës në Tiranë 12:30, pra nuk e shfrytëzojmë vetëm për të fjetur 4-5 orë. Dhe ikim të hënën. Okej, më duk fajn për pozicionin, për apartamentin dhe për çfarë do shfrytëzojmë ne. Gjithashtu mendova që do ishte praktike fakti që ka një kuzhinë të vogël, në rast se duam të bëjmë diçka Batos për mëngjes, sepse nuk kam shumë dëshirë që të haj gjithkohës jashtë, edhe pse do mundohem ca gjëra pak më healthy, po të shohim se si do bëjmë. I le muhabetet, po ikim se po shkon ora vonë dhe të flim pak. Sa do pak, po Batos ka ndërmend.